drejt një qeverie teknike, pasi zgjedhjet e parakohshme janë në çdo opsioni të pranueshëm. U duhet Bajrami. Pse u duhet Bajrami? Bajrami është në çështje penale shumë të rënda për të futur në burg për firmat që ka vënë bazat detare ushtarake dhe ka një dosje. Kjo ka qenë përfol para disa muajsh, por nuk e di se si u. Ky është shantazhi që do përdorë ndaj Bajramit që të mos guxoj të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Se kjo është ajo forma që të kapin të fusin grepi herë dhe kanë marrë atë. Ai është në mall, domethënë. Pra, të bëjmë pisë të kapin dhe me mafia. Dhe kjo është qeveri mafioze, një sistem mafios dhe me të njëjtat teknika që është përdorur për mafia do përdoret edhe për këtë. Ky është përgjigjimi për Bajramin. Avokat, si mendon, Spaku do të bëjë ndonjë lëvizje tani afër të na japin ndonjë shenjë thotë? Se ajo e sotme që bët ju shumë të tjera që janë çuar nga protesta. Ka problem të madh me Spaku. Me atë Albania Files, çfarë e kanë marrë në konsiderat që u çuar para disa ditësh? Ka problem të madh me Spakun. Problemi i madh që kanë me Spakun është se unë do vazhdoj ta them që për aq kohë sa vazhdon lufta në Iran, Rama nuk mund të marrë goditje drejt për drejtë. Pasi konsiderohet vend aleat i Amerikës, që është përgjigjur kërkesës amerikane. Kur të marrë lufta aty, pra kur të bëhet marrëveshje e paqes, që është me këto oscilacionet për shkak të Izraelit, sepse marrëveshja që ka bërë Trumpi me Iranin është e papranueshme për Izraelin, sepse i bie që 2 milionë izraelitë ikin eksod nga Izraeli për shkak të frikës së perspektivës, me një Iran që fuqizohet. Ne kemi të bëjmë së tush me një Spak i cili do e veprojë ngadalë, po gjithë do shpërthej. Dhe ta jap përgjigjen pse. Mba mend kur e thirrën kryetarin e Spakut në parlament dhe tha që nuk do përdorë me policinë për arrestime. Ke komisioni që bë para jave. Nuk do përdorim më policinë për arrestime, po do përdorim DBK-n. Apo jo. Si Spaku, si BK-n kush e kontrollon? Amerika. Që do thotë. Po mirë, gjithë po presim edhe këtë ambasadorin e Amerikës. Jo, s'ka të bëjë me ambasador. Ka të bëjë me faktin e presionit. Pra, Spaku nuk mund të arrestojë kryeministin detyrë. Po pse jo? Edhe atë mund ta bëj. Kjo është rast ekstrem, situatë ekstreme, përgjithësi ekstreme. Është një lloj parimi që bëhet Ramës ka kujdes. Sepse po vazhdoj me këto skenaret për prodhuar destabilitet të vendit, mund të shkojnë një ditë bukur, ta kapin kur niset eskorta e tij, ta rrethojnë dhe BK-ja ta arrestojnë. Po. Ja ka dhënë këtë drejt tashmë vetes, siç e tha parlament. Do është e ligjshme pa ligjshme tek sa ta zgjidhin këta. Ai e dha si mendim të vetin personal, po t'ishte për mua tha, nuk do doje që të kish asnjë nga këta imunitet. Ai tha, jemi duke shqyrtuar mundësinë e mos përdorimit të policisë për arrestim. Po, që ti marrë Spaku gjithë vendimet. Por dha dhe mendimin e vet, qëndrimin e vet, tha si Klodian Brau tha, unë nuk do doja që të mos kishin fare imunitet parlamentarët. Që do thotë, po jep të mesazhe të shkruara nga diku tjetër. Pasi mjetet për ta rrëzuar Ramën janë shumëta, po do përdorin ato që janë më pa kosto dhe më sa më shumë demokratike. Në mungesë të tyre do ketë zgjidhje më ekstreme. A mund të vdesi Rama ndërkohë, a mund ta vrasë ndërkohë, çfarë s'mund ndodhi, kupton? Ke parasysh kur vajti Avni Rustemi në Paris edhe vrau Esat Pashën. E ke parasysh situatën. Del këtu nga hoteli dhe e vret ai. Nëse Rama del nga hoteli, shkon në Parlamentin Evropian dhe ku i di çfarë mund ndodhi rrugës, apo kur kthehet. Rama na dëgjove, kujtëves. Rrez do të marrin nesër thonë ky ndodh na gjë atje, avokati, ai e ka çuar atje. Një pyetje avokat, më ka ngelur në mendje, e kam një pyetje pa të keq thot, duhet më kuptosh, më thuaj, ku e di ti që atë ditë para komisariatit do hidhe gaz lësjellës pasi ti ishe me syze. Pa ka shpjeguar herë tjetër pra që e kanë dhënë që Zvërnec, si miku vet ja dhanë në Zvërnec. Syzet nuk ishin për gaz, ishin për Sprite. Po. Ju e pat marrë. Po këta e kanë ka vite që bëjnë gjë. Më të martën e bën atë, unë shkova tentën me syze. Dhe syzet e mia, më solli një mjek, miku im Mireli, mas Zvërnecit. Më tha, ti mbaj këtu syze, tha se do verbohesh fare me këta, tha se ty do ta trajtojmë në Sprite veçantë, tha, për të qafe, çufut, tha. Dhe unë ato syze mbaj gjithmonë çantë. Më kupton logjikën.
I mbaj gjithmonë. Vetëm kur vjen këtu ke pisku nuk i mban se Po këtu s'ka. Kam marrë thjesht me portofolin e moth. Waltim. Jo, prit një sekondë, ta shpjegoj edhe këtë. A i mbani më skenet Martës kur arrestuan Titan Goxhaj? Unë kam shku tente. Mbani Martën mend kur i gjutën me Sprite. Të lutem jo 200 herë po të njëjtën pyetje se më ikin pyetjet Edhe e me tjera, gas. ju lutem. Tani kur shkoj tenten, ju e dini që unë kisha bërë plan me u arrestu. Pse? Po derisa unë kisha zënë prit. Makinave të butetëve. Për t'i zënë me trup. Aty ku rruga është e bllokuar. Ku edhe tentojnë të shtypin. Jo, i sekond, kur unë nuk kam vajtur për të mos u arrestu, për të arrestu kam vajt, po për të kryer aksionin tim. Dhe në momentin që unë e di që aty do përdoret gaz, për shkak se unë e kuptoj çdo thot përballje e kësaj policie me turma që s'ka pik motivacioni policia. Dhe vetëm armë që ka ram është gazi, normal që unë do kujdesem për veten. Tani Visoni kishte marrë kundra gaz kaq. Po. Waltim pyeti herë avokatin, më mirë mrena apo jashtë? Ka fjalën për Rama, kam përshtypjen. Më mirë në burg apo ti jetë jashtë Rama? Jo, po avokati ka thënë përgjigjen e vet para, ka gjithmonë në shumë podcaste ka thënë që Shkon burgos në herë. Ja. Ai o do përfundoj vdekur para se të arrijë qeli. Në mos do ratisin, në mos do e vrasin, në mos do përfundon në Izrael, pa ai nuk ka për ta pa qeli me sy, sepse njëri diaj shumë. Duke qenë dhe psikopat, duke qenë brenda, këta njerëz shpërbëhen dhe mund të krijojë probleme të papara si për mafjet, si për këto grupet e fuqishme të errta të pushteteve globale. O vesat lutem se e ke shkruar 200 herë po të njëjtën pyetje avokat, po ta bëj këtë pyetjen se po mikin shumë pyetje tjera që kanë njerëz që e shkruajnë nga herë dhe ikin. Të lutem se të gjithë duhet keni atë hapësirën tuaj dhe të gjithë jeni njësoj, domethënë për sa i përket pjesës vëmendjes për tek pyetjet. Jo 20 herë po të njëjtën pyetje. Ndërkohë që avokati ka shpjeguar disa herë këtë, pyete pak avokatin kush të pathelmu ty se më ka ngel mendje thotë. Unë besoj me Urtën Jan Veliajt. 2019, 4 nëntor, jam ulur në një takim rastësor, jo, të planifikuar, por rastësisht personi që më ftojmë takim tha që më ka thënë filoni që kishte qef nifesh. Personi, njëri me pesh, kraj djathi Ron Velis, i fuqishëm. Ulemi ke restoranti ti përballë, ne ishim lënë kafe këtij tjetri, takimin. I vetmja bisedë që është bërë që gjithë tavolinës ka qenë që ti do thyesh kokën, ti do hash kokën, mos i bjerë Ovelis etj etj. Fishi. Dhe në momentin kur kishte kaluar një gjysmë ore bisedë, a dohem ndonjë gjë? Thot i zoti i restorantit. Edhe ai ka qenë pjesë e kësaj gjë apo? Jo, ishte personi i fjalë. Ço do marrësh? Thash një spageti. Thash. Mua ma shërbeu kuzhinieri. Tjerëve shërbejnë kamarierët. Do të njoh dhe kush është kuzhinieri. Dhe e di. Dhe kaloj një darkë, një orë aty, kam ikur pastaj. Kam shkuar në shtëpi, kam qenë mirë, jam zgjuar mëngjes se kisha gjyq. Edhe ishte në orën 9 gjyqi. Zgjuam herët, shkoj në gjyq, nuk shifsha fare. Nuk lexoj. Zoti u kujdes që atë ditë në gjyq që kisha 6 veta për të liruar nga akuza që kishin futur në burg dhe kishin nxjerr. Ishte lufta me Çezin. Rama i fali Çezit $6 milion, por ndërkohë duhet të lironte nga akuza detyruese Çezi për shkak të ligjit të amnistisë, por nuk i lironte dot pasi çështja kallëzim penal që bërë për ta kohë përpara dhe duhet ja rrasnin ca punëtorëve të thjeshtë. Atë që ishte fatësimi kompjuterik, një krim i ngjashëm atë që shpjegum sot po. Po. Kemi bërë një gjyqje më të bukura në jetë. Kemi bërë gjyq kazet me shumë vite. Pretendimet tona finale kanë qenë 56 faqe, ku 30 sa faqe në shkencë kompjuterike. Kemi punuar me ekspert më të mirë në Shqipëri. Kemi si gjithë pafajshëm me gjithë urdhët e qeverisë. Atë ditë zoti në apel, se kishim nxjerrë shkallë parë, shkova në gjykatë. Shkova në këmbë se shkëura tabave, në këmbë bëra. Pak e apelit. Dhe nuk shifsha fare, kupton, nuk lexoja dot gjë. Po në moment gjykata për llogaritë ditës dhe doli që prokurori kishte vonuar një ditë ankimin dhe gjyqin e fituam me forfet, se s'u bë gjyq fare se kishte jashtë afateve prokuroria. Pas pata as mundësi mos me lexu. Dhe kur dolëm do të pishim atë kafe në Fitores, tash unë jam keq, thash do ikin në shtëpi, pushoj pak. Shkova në shtëpi, jam çu mas 8 ditësh nga shtrati, jam shtëja të ditë në shtrat. Si i kputur, si i lodhur, kam shkuar në spital në 5 mjesit, ke efektivi mas 8 ditësh. Në ngrit komisione, suqet kur, 10 kg rash brenda 8 ditëve.
Po të shosh fotografinë time, dallohem unë që jam këngë, kështu që me babain e ndjera